Ky ka shkatru bizneset, të ja shtrejtu rrymën, pa planifikim, bizneset kanë marrë kredi për me zhvillu biznesin e vetë, punëtorët e ty në kanë marrë kredi, në vend se me mendu për mja rritë rrugën punëtorëve, në vend se me mendu mja kriju një ambient më të mirë punëtorëve për me punu, në vend se me mendu me pas një jetë më të lehtë edhe më të mirë punëtorët tonë, mos me na ardhë me rola në punë, mos me na ardhë me nervozë në punë, se mund me pas edhe në smundje në shpit vetë, mund me pas edhe vetë me konë smut. Ata neve na vinë me nervozë, na vinë me probleme, me lloj probleme që e relbin kurtit. Ta kanë shtrejtu rrymën, tu kanë shtrejtu qirajat, pe qirajat tu kanë shtrejtu çdo produkt. Si ato elementare për të shyer, si ato shëndetësore. Ku kanë me marrë njerëzit, rrogat nuk mund me të rrit me fletëru najrë me njerë, bizneset falimentojnë, sa biznese i kam shel deri që tash. Sa, janë me qindra që jenë të mbyllë, tatimin ta ka shtrejtuën për një dhollë lëmosh njerëzve. Nuk është kjo në rregull. Kjo është të merë për bizneset.